Ej, po ti kush je? Ishte I zoti peshk I vogël, bëre një punë të mirë. Atëherë do të më thuash se kush je. Më lësha. Më duket si zëri I Hanon. Vjen nga deti. Më ndihmoni. Duhet ta dish se në të vërtetën po kërkoj princeshën me perlë roz. Por edhe ajo e perlës blu më bën punë dhe sot që nga dita ime me fat. Tani do të vish me mua, ty të presin çaste jo të bukura. Vetëm në Shqipërinë. Çfarë po ndodh këtu? Ha shiko, po vjen edhe princesha e perlës roz dhe kjo është gjë shumë e mirë. Po çfarë do të bësh tani? Po sigurohem që ti të mos ja mbathësh ndërkohë që kap shoshen tënde. Unë nuk të kam parë kur. Kush je ti? Ç'kemi, unë jam Eriru, kënaqësi që po të njoh. E kuptova, je një shoqe e Hanon. Të pabesueshme këtyre të dyjave nuk I punon truri më duket. Truri nuk të punon ty. Kisha kuptuar gjithçka. E do ndihmën time apo jo? Nuk mund ta merrni me mend se sa e lumtur jam që gjeta si princeshë me perlë roz ashtu dhe me perlë blu. Dhe kjo është një ëndër që po realizohet. Nëse do të isha në vendin tënd, nuk do ta quaja fitore kaq shpejt. Mbylle, sepse po prish çastin tim të lavdis. Ta tregoj unë dëshirën për të ëndërruar ty. Zemra jote ka nevojë të pastrohet nga zëri im pici pici. Festa e praverës transferohet këtu.